Një tjetër godinë është jo funksionale në brendësi të portit të peshkimit, i titulluar Food Lab, ose ndryshe laboratori i ushqimit, godina e cila gjende në zonën e Triportit, por prej vitesh po qëndron me dyert të mbyllura. Ajo ishte planifikuar që të ishte laboratori i ushqimit i vendosur në brendësi të portit të peshkimit në Vlorë. E thënë më thjesht, në brendësi të saj do të kontrolloheshin produkte të ndryshme ushqimore, për të parë dhe për të garantuar më pas cilësinë e tyre për konsumatorët, duke qenë se u ndërtua në brendësi të portit të peshkimit produktet më të shumta të cilat do të ishin kontrolluar sipas parashikimeve ishin ato me bazë peshku. Pra, çfarë peshkatarët kapnin në det, do të sillej në laboratorin e ushqimit për të kontrolluar dhe më pas në fund do të tregtojë tek markata e peshkut, një tjetër godinë e cila në brendësi të Triportit prej vitesh nuk funksionon. U parashikuan të ndërtoheshin 2 godina të tilla në funksion të sektorit të peshkimit, të cilat do të kishin ndikim të drejtpërdrejtë në këtë sektor, por gjithashtu edhe garantimin e sigurisë ushqimore për produktet, kryesisht ato me bazë peshku, por jo vetëm, por godina në fjalë nuk po funksionojnë. Megjithse janë të mbyllura prej vitesh për shkak të kushteve atmosferike, Food Lab nuk i ka shpëtuar as amortizimit. Prej pamjeve të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, dallohet qartësisht se muret në laboratorin e peshkimit ka nisur të rrëzohen për tokë, teksa prej dëmtimit ka rënë edhe fasada e jashtme e tij. Praktikisht, Food Lab më parë është dëmtuar se sa është vendosur në funksion. Vlen të theksohet se projekti në të tillë gjendje parashikohet të vijojë edhe për shumë gjatë, duke qëndruar pa asnjë funksion. Kjo për shkak se në portin e peshkimit ka nisur punime për krijimin aty të portit të ri të Vlorës, deri në përfundim të këtij projekti, si laboratori i ushqimit, por edhe markata e peshkut pritet të qëndrojnë të mbyllura. Me përfundimin e projektit do të nisë ndoshta edhe vendosja e tyre në funksion.